Përveç infrastrukturës shkollore, në cilën përfshihen ndërtimi i shkollave apo rritja ambienteve ekzistuese, Ministria e Arsimit gjatë këtij mandati ka arritur të sigurojë tekstet falas për rreth 350.000 nxënës, duke lehtësuar kështu shumë familje, duke pasur parasysh gjendjen ekonomike në vend. Kemë filluar po ashtu të zhvillojmë edhe plan programe të lëndore për lëndë të veçanta, ku fokusi do të jetë në mësimin e gjuhës anëtare, të gjuhës angleze nga klasa parë, të matematikës, të shkencave natyrore dhe të teknologjisë e informacionit. Shkollat për herë të parë kanë autonominë e tyre të plot financiare dhe menaxheriale, ku decentralizimi i pushtetit ka ndodhur nga Ministria e Arsimit deri në komunë dhe nga komuna deri në shkollë. Gjatë 2 vjetëve të fundit, me angazhimin edhe të rreth 100 ekspertëve ndërkombëtar, Ministria e Arsimit bazuar në misionin, funksionin, numrin e studentëve, stafit akademik, punës kërkimore shkencore dhe kritereve tjera profesionale e infrastrukturore, ka bërë klasifikimin e barzëve të arsimit të lartë në Kosovë, duke i klasifikuar dhe akredituar në kolegje, institute dhe shkolla të larta profesionale. Universiteti Publik i Prishtinës i është nështruar gjatë vitit 2009 procesit të akreditimit. Akreditimi përbëhet nga 2 rrafshe. Njëri është akreditimi institucional, ku shihet një institucion i arsimit lartë si tërësi, si funksionon menaxhmenti, hartimi i politikave, plani zhvillimor i tij, buxheti i tij, funksionimi i tij. Dhe rrafshi i dytë është vlerësimi i programeve ose akreditimi i programeve, ku për çdo program të studimeve ka vlerësim veç e veç. Gjatë vitit e kaluar, Universiteti i Prishtinës ka mund të merr akreditimin institucional, ku realisht janë dhënë edhe një mori vlerësime pozitive, po dhe shumë vrejtje për atë se çfarë do duhet të përmirësohet në Universitetin e Prishtinës. Janë akredituar edhe 4 fakultete në programe, po ka pas edhe disa drejtime si psikologjia, etnologjia dhe farmacia, të cilët kanë dështuar në proces të akreditimit për shkak të mungesës së stafit të profesorëve dhe për shkak të një paqartësie se çfarë profili të studimeve dhe çfarë misione kanë këto studime të cilat ofrohen në Universitetin e Prishtinës. Qëllimi jonë është që Republika e Kosovës të ketë universitete publike dhe private, të cilat matën krahasohen me këto në rajon, të cilat matën dhe krahasohen me ato në Evropë, dhe ku nxënësit, studentët dhe të tjerët në të ardhmen do ta kenë mundësinë që një diplomë universitare që merret në Republikën e Kosovës të jetë barazvlerëshme dhe të jetë mobil me diplomën e tij universitare në rajon dhe në Evropë, qoftë për punësim, qoftë për vazhdim të studimeve të mëtepjeshme. Me qëllim të rritjes së pjesëmarrjes së të rinjve në arsimin e lartë, Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të themelojë edhe Universitetin e dytë publik, atë të Prizrenit, i cili do të shërbejë të gjitha qyteteve të Republikës së Kosovës, por që do të gravitojnë edhe shumë studentë, sidomos nga veriu i Shqipërisë. Ministria e Arsimit është duke ndërtuar në qendrën universitare objektin e ri të Fakultetit të Edukimit. Projekti përmban të gjitha hapësirat e nevojshme arsimore, sallat, amfiteatrot, hapësirat administrative dhe hapësirat tjera përkatëse. Me ndërtimin e këtij fakulteti, studentëve do të ofron kushte më të mira për mësim dhe përfshirje më të madhe. Gjatë këtij viti mendohet fillojë edhe ndërtimi i fakultetit juridik. Me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe rritjes së hapësirës për akomodimin e studentëve, Ministria e Arsimit ka ndërtuar konvikti numër 6 në qendrën e studentëve. Ndërtimi i këtij konvikti ka mundësuar rritjen e numrit të studentëve të akomoduar në qendër. Njëherët masht ka lidhur kontratën me punëkryesin dhe ka përfunduar të gjitha përgatitjet për fillimin e ndërtimit të konviktit numër 7 në qendrën e studentëve. Projekti i ndërtimit të Institutit të Historisë në bazë të vendimit të qeverisë që ky objekt të shfrytëzohet si bibliotekë universitare është kthyer në ndërtimin e bibliotekës universitare.
Departamenti i Infrastrukturës gjatë vitit 2009 ka hartuar projekte ideore dhe më pas edhe projekte detale edhe për disa objekte tjera arsimore, si projektin e shkollës speciale Qendrës Burimore në Prishtinë, projektin e Institutit Albanologjik, si dhe ridizajnimin e hapësirave të projektit të Institutit të Historisë për Bibliotekën Universitare. Buxheti i Ministrisë së Arsimit për vitin 2008 ka qenë 56 milion euro, përderisa për vitin 2009 ka qenë 47 milion euro. Ne nuk llogaritmi si ndër ministritë e cila mas shumti ka mbështetje nga buxheti i Republikës së Kosovës, me që kemë rritë që të sigurojmë një pjesë të madhe të donacioneve në konferencën e donatorëve. Në konferencën e donatorëve në Bruksel ishte pikrisht Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, përfituesja më e madhe në sajet të projekteve konkrete dhe fokusit të donatorëve në mbështetje të reformave në sistemin arsimor në Kosovë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka ndërtuar dhe godinën e re të kësaj ministrie për plotësimin e hapësirës fizike për zyrtarët e administratës me qëllim të krijimit të kushteve më të mira të punës. Masht ka zhvilluar procedurat e nevojshme dhe është duke pajisur me inventarin e nevojshëm objektin e ri të Ministrisë së Arsimit. Komisioni Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Banka Botërore, mandej Gjermania, Austria, shtetet nordike, po dhe shumë shtetet e tjera shquhen për mbështetje disa milionëshe që kanë dhënë sektorit të arsimit për projekte të lloj-llojshme të cilat e kanë përmirësu jetën gjatë këtyre 2 viteve. Dhe çësia jonë ka qenë që ne këto vende nuk i kemi trajtuar vetëm si vende donatore, po si partner të barabartë ku kemë ndjek një frym të përbashkët, një filozofi të përbashkët dhe ku kemë synuar që të arrijmë standarde evropiane, cila standarde evropiane ja mundsojnë të rive të Republikës Kosovës që ta ndinë veten pjesë të Evropës, të barabartë me ta dhe të konkurrojnë sikur se shtetet tjera. Të gjitha këto janë investime në të ardhmen për faktin e thjesht nga se po bëhen në edukimin dhe arsimimin e brezave. Kur planifikoni për një vit, mbillni misër. Kur planifikoni për një dekad, mbillni drun. Kur planifikoni për një jetë, shkolloni dhe arsimoni njerëzit, thoshte Guanzi qysh 645 vjet para Krishtit.